Ish kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti në një emision televiziv u ka propozuar politikanëve që të shkojnë tek shtëpia e tij për të marrë vesh për koalicionin ose qeverinë tranzitore, që po i thirrin në shtëpinë time, te unë le të vinë krejt, le t'i qesin mediat prej dhomës si në konklav të papës, si lajnë me dalë derisa të zgjedhin, edhe këta po i shtim që aty, dhe merrnu vesh, e pastaj qytetarët të dinë kush e ka fajin, tha Ahmeti. Ai më tutje tha se nëse vetë vendosja e propozon Glaukë Njuftsen për kryetarin e kuvendit, do t'i kishte votat, por e ka zgjedhur Axhiun me qëllim. Nuk e di pse nuk i është drejtuar me të parën me letër PDK-s, ose ka ndonjë informat që brenda LDK-s ka gatishmëri nga disa. Hajvan që ju ka thënë, i shkon në faktur, Albin Kurtit, nuk i shkon këtyre, ta garantoj që me thënë Glaukë Njuftsa, është kandidat për kryetar të kuvendit, kryet kjo punë, e ka këtë personin që specifikisht nuk po i merr votat, tha Ahmeti. Mëtej ai theksoi se vetëvendosja mundet me humb për shkak se po i lot qytetarët dhe përkrahësit e vet me ngërçi në kuvend.